Fshati Zborci i komunës së Shtimës, dikur me 120 shtëpi e tani me 150 cosh, i mbjetoi 3 luftrave, anipse lufta e fundit e dogji dhe shkatroi shumë. Një fshat i tërishtë i ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ishte buka, arma dhe streha e luftëtarëve të lirisë. Rushdi Salihu, Hafir Bajrami dhe Sokol Dauti janë 3 dëshmorët e fshatit Zborc. Ata u bën krenaria dhe kujtesa jonë historike, u bën vetë liria. Po në këtë fshat, gjatë luftimeve ranë dëshmor, Gjavit Kozhani Burgia nga Ribari Madh, Azem Kastrati nga Nekovci, Besim Sopi, Përparim Boshnjaku. U martirizuan edhe 3 qytetarë të Zborcit heroik, Hasri Sadiku, Musli Bungu, Ekrem Bajrami dhe Haki Ilazi. Viti 1998, njësitet e para të UÇK-s hynë në Zborc. Me frym lirie e me ideala dëtar, 10 banorin kuadrohen në ushtrinë çlirimtare të Kosovës. Zborcasit organizohen e hapin rrugë për t'u lidhur me fshatrat Varigovc, Godanc, Caraleve, Petreshtic. Sigurojnë edhe bukën e gojës për ushtarët e UÇK-s. Bashkëluftëtarët sjellin kujtime nga takimi me ushtarët e parë të UÇK-s nga Zborci: Ramiz Qeriqi Luani, Ymer Alushani Voglushi, Adnan Muharremi, Milaim Beha Sloveni, Shevket Muhadini Tamuli, Haxhimi Shori, Isak Thaçi, Xhelali Menov Kënsheri, Milaim Haziri, Arsim Haziri dhe Rushdi Salihu. Dhe pas këtyre takimeve, pas konsultimeve që bëmë me disa nga eprorët e UÇK-s dhe shtapit përgjithshëm, erdhëm në përfundim se vendosja e njësitit në Krajmer nuk mund të ekzistojë pa vendosjen e pikave përcjellëse apo njësiteve përcjellëse. Dhe kemi filluar njëherë me vendosjen përmes një strategjie që të marrim në kontroll vijën për të mbrojtë rrofshin që përfshin nga Nekovci deri në Petreshtic. Për të mbrojtë këtë pjesë të fshatrave, ne filluam të vendosim pozicione në pjesën e Blinojës, apo jo brenda Blinojës, por në hyrje të Blinojës, në mënyrë që të mos lejojmë befasin nga forcat serbe në drejtim të Krajmirit. Po ashtu vendosëm pikat kontrollit edhe në Shal. Kishim vendos pikat kontrollit edhe në Petreshtic për të zgjeruar në veprim ngryken e Caralevës, dhe kjo na imponoi që gjithsesi të vendosim edhe njësitë në Zborc, sepse Zborci ishte një pikë bukur e rëndësishme dhe strategjike, për shkak se vendosja e forcave serbe ishte në te pishat e Shtimës, dhe nga pishat e Shtimës ishte Zborci pjesa që mund të mbronte dhe njësitet në Gryk Caralevës dhe njësitet në Petreshtic. Pasi u bë vëzhgimi drejt pishat e Shtimës për ushtarëve tjerë, pas dite takimin e kemi lënë të me ushtarët komandantët e Krajmirit, ku pas dite në kanë marrë një ligjërat të shkurt, një njoftim të shkurt rreth UÇK-s, kanë qenë Ramiz Qeriqi, komandant Leoni, dhe Azem Olluri me njofkën Amerika. Tu e kemi bërë takimin e parë, kemi konë disa fshatarë që kemi përkra, i kemi dhënë kuraja që të vinë edhe në Zborc të vendosin pikën. Dhe për ati momentit, më ushtri UÇK-ja në gjithë Zborcin. Me 15 qershor, 98-ën,
ka në orën gjysë 4, në 3-4 konë, dhe fillon në shtënat nga forcat sërbe në Grykën Saralevës dhe nga forcat e ushtrisë shqiptare të Kosovës, pa shtënën ndëjont. Edhe ndërkohë pushuan shtënat dhe mas një orë e gjysë presim se çka po ndodh në hallin tonë të Vadrat. Dhe ndërkohë jemi ashtar një traktor me disa pjesëtar të ushtrisë shqiptare të Kosovës, të cilët ishin Imer Alushani, Tamuli, edhe një tjetër ja ku harruam, Isak i Thaçi. Dhe ata erdhen në altojnë edhe po njoftuan me neve shka kohë të kohë, po ata ndërkohë ata ishin kontoritur edhe i qumë mi shërbim edhe me hangër bukë, edhe une me Adnan Marremin, me Laim Hazirin dhe Arsim Hazirin, Tamuli, ndjeri aj ma ka dhoni bungë, ma ka dhoni mund, si së të më kujtojt, edhe për aj me Laimi e kishin dhe një dollavash ka të marrone kishin, na thamë bashkojmë, përvëzhgojmë, varat e shtetëndore që ka këthejgjë i forcat sërbet e pishat, ku po stacionohen. Nga ato kanë fillu hopja istikameve, organizimi i gjitha mënyra ushqimore, fjetja, pastrimi, ku jemi vendosë edhe në një shtëpi shtab, në shtëpin e dëshmurit Rëshdi Salihu. Me rritin e numrit të ushtarëve, kemi ndru shtëpin dhe jemi shku në shtëpin e Isak Muharremit, e cila ishte edhe pa banone në atë kohë, sepse ishin ata e kishin lëshu fshatin, por shtëpia u kishin mbet. Ato numri u rrit. Ka qenë e pritshme që zborci do të atakohet sepse ishte bukur shumë afër forcave serbe, me marrë në vijë ajrore nuk i kishte 2 kilometra me pishat e shtimës, dhe vendosja në zborc ishte po ashtu një provokim për ukuriron për forcat serbe. Dhe në aspektin ushtarak, pika e zborcit ishte tepër më rëndësi për të ruajtur edhe njësitet në Blinaj, po edhe në Grykën e Saralevës. Ne kishim parasysh se rromja e njësiteve në zborc na rrezikonte njësitet apo pozicionet në Grykën e Saralevës. Dhe atakimi i parë i vijës frontale apo luftës frontale ka ndodhur pikërisht në pikën e cila nga të dy palët, nga aspekti ushtarak, llogaritet si pika kryesore apo si vija frontale më e rëndësi, cili mund ta mbonte atë vijë realisht përparonte edhe në aspektin ushtarak me forcat armatose. Ne kur flasim për fshatin Zborc dhe pikat të cilat kanë qenë të pozicionuar të ushtrisë kombëtare të Kosovës në fshatin Zborc kanë pas një rësi të veçantë. Por unë di se gjithë opinioni e din se gjatë luftës ushtrisë kombëtare të Kosovës, 2 nga grykat strategjike në cilat janë bërë luftime të ashpra, po të cilat kanë qenë për një kohë të gjatë në dorë të ushtrisë kombëtare të Kosovës, ka qenë gryka e Llapushnikut dhe gryka e Saralevës. Përderisa rëndësia ta quaj e maleve të Berishës, shumë pjesët të asaj të grykës Llapushës, rëndësinë e veçantë në mbrojtjen e grykës Saralevës ka pas edhe pika zborc. Këto ka qenë pika kryesore, punkti kryesor i UÇK-s, derisa ka qenë e mbyllur gryka e Saralevës dhe gryka e Llapushnikut, është përdorur kjo arterie përdorur për qarkullim të gjitha automjete, persona, gjithë kanë kalu kësajde për me drenicë dhe për matutjen për drenën, peje, ka pas për Shqipëri gjithë. Domethënë ka qenë punkti kryesor prej Llapushnikut deri në shtime. Këto është pika ku jemi nisë për Shqipëri, ku nga fshati kanë qenë ofër 10 ushtarë, kanë qenë Nazmi Dauti, ka qenë Naser Mehmeti, Smail Sadiku, Gani Mehmeti, Ramadan Mehmeti, Gjevdet Bajrami, Skëndera Musa dhe unë me ta. Po ka pos Lulzim Kadriu, dhe Lulzim Kadriu ka qenë, kështu që ka pos edhe për fshatra tjera, Krajmer, Shol, Varigëvc, Divlak, Javor, ka pos që jemi nisë pikti me veni, mu këtë ven këtu dëshmuri tani që
prejet në varrezat e Kleçkës. Sadik Shalla në ka marrë me automjet, në ka dërgu deri në Kleçkë, ku nga të kemi vazhdu me automjet të tjera. Gjatë në orët e hershme të mëngjesit ka fillu granatimi mjet të trona, nga shtinja, po edhe nga kodra Golishit, ku ka një pozicion që shifet shumë bukur fshati. Në ofenziv jemi rrëdhit në mëngjes herët, gjithë ushtarë, gjithë jemi kanë diku 23 dhe 26 ushtarë, ka pas Pjetër Shticë, Zbërc, fshatra tjera. Do thëtë, filloi ofenziva duke u nisur prej shtrimit e ofenziva e serbe, të cilët morëm informacione se kanë fillu të nisën drejt fshatit Zbërc. Ne ishmi të pozicionuar këtu. Të thëtë, atë ditë, këtu do më kemi rezistuar. Luftimet kanë filluar? Luftimet kanë filluar në orët e hershme. Në orët e hershme në mëngjesit, do të thëtë, rreth orës 4 mëngjesit. Pasi që e morëm informatën, ne këtu jemi pozicionu të qëllështarët që kemi qenë në pikën e Zborcit. Jemi pozicionu të dhe fillun luftimet. Aty kemi qëndru tërë në ditën, dhe në orat 11 e mramjes. 11 natën mramjes kemi bon ndërrimin, kemi shku për të hangër ushqim. Aty ushqim nga ka sjellë dëshmori Hafer Bajrami, i cili në atë kohë ka qenë shumë i ri. Kemi qëndru një 2 orë, kemi bon një farë pushimit, pushimit shkurt, prapë ju kemi bashkangjit luftetarëve tonë. Dhe kemi vazhduar luftimet deri me datën 26, prapë kemi vazhduar luftimet. Ditën e luftimet kanë fillu spori bombardimet. Bombardimet për slartë për Pisha, ku unë personalisht me komandantën e pikës atë Milan Beha, Sloveni, kemi qenë në shtatë, kemi marrë urën në Betina me dorë në pozicione, edhe qysh në orën 5 mëngjesit shtunë, ka qenë në shtatë, 25 korrekt, kemi orë dhe mi vendosë. UÇK-ja le të kuptohej se ushtria pushtuese nuk ishte e pathyeshme. Në vija të frontit binin luftëtarët, por të tjerët vazhdonin rrugën e tyre, qëndresën e tyre. Nga luftimet që zgjatin 2 ditë, në mëngjesin e hershëm të 25 korrikut, vjen edhe një lajm i hidhur për UÇK-n. Bie dëshmor Rushdi Salihu. Në gjatë kohës, posa ishmi na duke luftuar këtu, ka vretën, do më thonë, ushtarin, Rushdi Salihu, i cili ishte i pozicionuar në pikën më poshtë atje, duke u ngjitur lart për të ardhur, sepse vrejat atje një tanks, do më thëmë, filloi tjera të ndalen, aja filloi vesh të vazhdoj rrugën. Dhe posa ka ardhur këtë pikën këtu, na e kishmi bunkerin, e kishmi edhe kandalin dalës, ku kishmi në dalje. Filloi erdhi tu ofru tanksi. Dhe në ato momente ushtari Rushdi Salihu, dupo edhe të tjerët, e ka gjujt me pushk M48, mirë po nga mitralezi i tanksit është goditur Rushdi Salihu dhe është plagosur. Ofër këmë qanën, Hizri Goshi, edhe e kemi prodhen kanalën të rje. Tuka që kanalën të rje. E jemi më këtë ushtarë, kush ka mujt, dikush dekonte, dikush një dore, dikush atë, po e ka post plakë që më trona. Pa evitushme, e kemi tërhiken, derin për të shticë e kemi që. Me sa më kujtohet, Rushdiu ka ardhur dikun ka ora 9 në stacionarin ushtarak në Pjetër Shticë, i plagosur rand me 2 plagë. Njërën plagë e ka pas në regionin e Krahërurit, në Djatë, ku ishte një plagë të shpuse, e cila kishte përfshirë lobin e Djatë të Mushkrisë, si dhe disa plagë tjera, një plagë me sa më kujtohet një kokë, dhe disa plagë tjera. Ne ofruam ndihmën e parë me infuzione, provuam atë sa dinim edhe atë sa mundim edhe atë sa kishim kushte për të ofruar një ndihmë të parë. Rushdiu edhe në ato momente të rënda
insistonte me çdo kusht që t'ja jep ndimin e parë dhe të kthehet prapë në vijën e frontit. Dhe na thonte kur mund të kthehem unë prapë në Zborç në vijën e frontit. Ne duke parë që gjendja e tij po çdo moment po rëndohej, ne organizuam një ekip me një automjet, organizuam me qenë se plagët e tij ishin mjaft të mëdha dhe nuk kishim na mundësi të ofronin, sepse në ato kushte të luftës mungonte gjithçka. Mungonte kirurgu, mungonte salla operacion, mungonte gjithçka. Provuam që për herë të fundit t'ja japim një ndihmë dhe ta transportojmë për në Gajrak, ku atje punonte një kirurg. Rrushdia gjatë rrugës ka qenë gjallë deri në Osmanitët të Malshevës. Gjatë rrugës e kam thirrë. Rrushdi, u mënu t'i hopë sytë vetëm në gjystë, jo krejt, edhe një gesht, më dhe këtë ngret ke përpjet. Rrushdia ato ka ndru jetë, kemi qenë spitalin e Gajrakut, u konfirmu vdekja ti, e kemi kthy atë ditë ka fjetë në xhamin e Sholës, Sëllarit, e kemi lanë. Në bas pushkës e dita që është Rrushdia i plagosur, por nuk e disa se në çfarë gjendje është i plagosur. Kështu që në mbrëmje shkova në pretështiste pozicione të tjera ku i kemi pas shtabin tjetër, aty edhe kërkova mjekun, shkova te mjeku e Jakub Ismaili, mi ka pastruar plagë që i pata, me qenë se plagë të vogla, po atë që ishin. Edhe aty fillun të më veshin ka qenë doktori Jakub Ismaili, ka qenë edhe doktori Fatmir Xhelili. Fillu me më pyet për luftën se si u zhvillua. Aty në pashë i tregova se ishim pak të plagosur, Rrushdia është marrë, nuk e di se për gjendjen e tij nuk e di. Ata më tregonin se aty është Rrushdia ka vdek. Edhe në atë moment unë nuk mundta mu përmbajtën se ishte shok i luftës, në pozicion ishim bashkë edhe ndina veten keq edhe fillova mora pushkën e shkova në shtap. Ishte shumë rëndë me përjetu kur një shok të vritet në front edhe. Ushtarët në këtë ashtuqi shtimtarët të Kosovës në fshatin Zborç kanë pas ta quaj ditë më të vështira, ditë më trauma, ditë kanë qenë të cilat është luftu në një afërsi shumë të madhe. Mirë po qëndrueshmëria e tyre, vullneti i tyre, thjesht trimëria e tyre ka bërë që realisht deri në momentin kur kanë e pamundshme më që të rrihet derisa edhe tankët dhe mjetet e rënda fillun me ofru pozicioneve, tek atëherë domethënë është dashur me urdhën e shtabit përgjithshëm që të bëhet tërheqja nga trase e forcave të ushtrisë ndërkombëtare të Kosovës, ku betejë e Zborçit në fillim e merr edhe dëshmorën e parë të komunizmit Rrushdi Salihu. Të flas për dëshmorët edhe për Rrushdinë, për gjithë dëshmorët e fshatit Zborç, domethënë është vështirë që gjithat luftë, gjithat heroizëm, gjithat trimëri që kanë tregu në vijat e frontit me pak fjalë vështirë dhe mund përshkruat, po mund përshkruajmë se gjithë ata dëshmorë që ranë në fshatin Zborç, bashkë me dëshmorë të tjerë ishin djemtë, më të përkushtuar ishin djemtë më të rima, po njëkohësisht edhe gjithë pjesa e shoqërisë tyre, ta quaj gjithë ushtarët, ishin të përkushtuar që domethënë luftonin deri në vdekje. Dhe kjo tregon domethënë që urdhni është dhënë 3 herë për tërheqje derisa është kuptuar që me vërtet është urdhër nga niveli i lartë nuk ka ndodhur tërheqja e ushtarëve. Për herë të fundit që jam taku me vllau në mbrëmje me se kanë pushu bombardimet, ka ardhur te shtëpia këtu, ka marrë do ushqim me veti, edhe kthy dhe ka thonë si lufta është. Do zhvillu, sigur s'kem kur gjë. Duhet me pas kujdes popullata më rujt. Kanë luftu edhe në Dillën, deri dikun ka orat 12 një ditës, nuk e di, na kemi qenë larguar prej shtëpiave. Dikun mas orës 2, unë kam shku dhe në fshatin Pjetërshtic, kanë ardhur disa ushtarë të plagosën, nuk më kanë tregu mu shok të vllavë që vllavi jam është plagos.
që ka qenë i plagosur në istikamet e Zborcit këtu. Ku vazhdu rrugën për Shalën, ish Sadlar, aty më taku me do katonart met, edhe më kanë dhënë lajmin e hidhur, tha se vllavi është vra. Çka do të thotë që në komunën e Shtimës është dëshmori i parë, që e thatë edhe ju më herët, që ka ra në komunën e Shtimës. Mandej, atë natë ka najtë në xhaminë e Shalës, ish Sadlarit. Nuk e kanë shurë shtria për me qurë, na këtë familja kemi qenë fshatin Nërsynës të dajtë. Nesër në mëngjes, jemi shku kemi marrë kufomin prej xhamisë, edhe kemi varros në fshatin Nërsynës. Me 27 korrekt 1998. Kanë qenë pjesëmarrësa të një grupi vogël ushtarëve. Një ndër ta ka qenë edhe Shukri Buja, që e ka marrë fjalën. Ka përshëndet pranishmit, në ka përshëndet neve edhe kemi kry varrimin e vllaut. Jena kanë të shkue për Resinovës me familjet burrit, ajo ka një vesh të, kur jena shku të reka e Sadlarit, ata jenë kanë të këthy prej Kleqkës, po na nuk e kena ditë, mas jena shku në Resinovës se dojtë e ti ardhe, jenë ardhe na kanë tregu, që është vra. A në qatë moment na nuk e kena ditë kërkosh, veç kena kalu për rreth kerrit ku ajo është kanë kufu me ti. E pas plot 48 orë luftimësh, thehet pika e Zborcit. Luftimet kanë fillu deri, kanë vazhdu deri në 26 korrekt, dikun ka funi ditës ashtu, 4-5 ora. Atër jemi tërhikën pasi që nuk ishëm municion, nuk ishëm armatim tronë, përveç një mërtojes me 3 prella, forcat kanë qenë shumë pa barabarta, nuk ishëm armatim, ne kemi qenë dikun rreth 22-3 vjet ashtu diçka, por bolli kemi pasën thuajse 100 mjetët blindume policisë dhe ushtrisë sërbe. Kështu që kone pa tjetër tërhikja, kemi marrë urin për tërhikje aty në pozicion. Gjatë tërhikjes kom pasë një push ka mbetur, poshtë edhe gjakun, që ishte gjaku i Rëzhdis Aliut. Edhe jemi tërhikën nga pozicionit, jemi tërhikën në pozicionit të dyta. Përveç Rëzhdijut, që ka qenë i plagosur maran, kemi qenë edhe 5 tjerë të plagosur. Nëse vlenë mja përmen amnat është Osmoni nga Varigufsi, është Brahim Brahimi nga Petështica, Hajini Shori nga Komarani, kam qenë edhe une, njëre për tyre, ndashta ma let pak se të tjerët, edhe ka qenë Sabiti. Është Sabit Nureddini, është edhe bashkë luftëtore ju i fshatit tonë. Një pjesë ushtarëve tje kanë vazhduar me plagosur, ndërsa une, edhe disa shokë të tjerë, edhe komandante i pikës Sloveni, jemi tërhik në pozicionet e dyta. Pozicionet e dyta kemi vazhdu deri në mbrëmje. Me qenë se ishëm të lodhur, 2 net ishëm pa gjumë, tonë ditën në luftime, pa hongër, temperaturat larta, nxehtë edhe jemi tërhik kemi shku për pushime, për që të vazhdojmë për në tonën në pozicionet tjera. Deri në vjeshtën e vitit 1998, pushtuesit serb nuk heqin do dorë nga kjo pikë. Kjo ishte edhe lufta e parë frontale ndërmjet ushtarëve tanë dhe atyre të armikut. Po, këtu ishin luftimet e para. Luftë frontale, por herë të parë, u bon këtu në fshatin tonë Zborc edhe në grykën e Llapushnikit. Deri atëherë ishin në luftë gurelile. Ushtarët e fshatit Zborc, prej këtu i vazhduan, mas një muaj ditë ofenziva tjera, vazhduan në për njësi tjera, ku 3 prej neve shkuan në njësi speciale për shtabit përgjithshëm, ku edhe atje ishtë me neve bashkë komandante i pikës këtuit Sloveni, tash dëshmori i kombit, edhe vazhduan për u zgjeru rreth edhe prej ushtarëve tjerë. Krah për krah kemi qenë me ushtarët, shokët e UÇK-s. Kemi bën rezistenca edhe në fshata tjera si Pjeteshtic, Krojmir, Carnalev. Kemi bën shumë rezistenca. Vlen për të cekën një datë me 1 prill, dikon rreth 25 civil kanë qenë të plagosur. Kemi tentuar të sillim nga ky fshat për në fshatin Petrov, për të vazhduar rrugën për në Maqedoni Shkup.
kemi qenë 5 ushtarë. Në fshatin Cerralev, aty kemi ra në prit të forcat serbe dhe aty ka marrë edhe plak nga ato forca, ku kam qeni me Naserin, sa më kujtohet, Naserin, Fidaimin dhe 2-3 shok tjerë, aty edhe kam ra në mina, jam edhe në ato pozicion jam plagosur në. Atëherë shok me kanë tërhikur, me kanë prunë deri këto ka qenë, kemi shkuar te një fshatin Krajimir, ku ka qenë spitali ushtarak, i kom marrë ndihmën e parë nga aty. E na prap se prap, nuk i kom nda shoqërisë, nuk i kom nda bashkëluftëtarëve. Kemi luftuar deri në përfundim, Në fund të vitit 1998, UÇK-ja riorganizohet. Serbët acarohen edhe më, edhe një përpjekje e tyre për ta kapur sërish zborcin, por bie në mina dhe nuk tentojnë të kthehen pas. Në fshatin Zborc, domethënë, ushtria serbe ka pasur edhe humbje të mëdha. Ne na kujtohet një rast kur ka pasur një vendosje, kuptohet me urdhën e shtabit të përgjithshëm, me konkretisht domethënë ishte komandanti i zonës pashtrikut të Sinanit, domethënë të Satindjeri, ku ka bërë bashkë me ushtarët e Zborcit dhe ushtarët tjerë batalionit një vendosje të minatin tank. Dhe ne kemi pas rastin domethënë me një strategji të vendosjes kur 3 mjetet blindume goditen domethënë ose paralizohen për të vazhduar ato tjerë në të njëjtën kohë. Sepse ishte strategjia se si mund të lëviz nëse goditet mjeti i parë, pastaj i dyti ka mund të lëviz për të shmangë, dhe i tretë dhe është domethënë me të vërtet një artë në vete i luftës kur të 3 mjetet binë domethënë në 4 mina që ishin vendosur atë takë. Serbia po jepte mesazh se gjithë ata që janë pjesë e UÇK-s do të kenë fat të tmerrshëm, por në fushën e betejës ushtarët po luftonin për çlirimin e Kosovës. Në emër të një kauze të madhe të kombit, më 15 dhjetor, bie dëshmor edhe Hafir Bajrami. Po i kene doj një trimit i lirir, e leve më rritën Zborcën atë shpatë moli, dëshmori kombit Hafir Bajrami. Teksa po kthehen nga Shqipëria në korridorin ku barte armatimi dhe municioni për UÇK-n, bashkë me Hafirin, ranë dëshmor edhe bashkë luftëtari i tij Muj Krasniqi, komandant Kapuqi dhe disa dëshmor të tjerë. Jena kanë glagas të najten, të në pia tjeshtit të nisën edhe orën pëtërstis, mas polin Zborca, ku ja kanë isë fillen, të në pëtërstis, qështo. Kjo nësë edhe shkej nërë, të dhuj Hafirit hajde nërë. Hafiri tha unë orës që akëm bënë të mirën, tha me na, të në kam shqe. Tha unë e kam shku kushtarë, ka vesh, ka marë, ka në rejqë edhe 4 shkallë ka kësi. Ta, si ka qitë kom, në për shkallë heqë, 4 shkallë ka kësi. Edhe kom për cilë të i të dera bërë. Këja ditë nuk po konë shpisë shkaj nake. E kom për cilë të i të dera bërë, edhe heqë si shkaj. Pa shkon 7 të shtis, ka nejtë 3 muj, apo 4 tash në këtë. So ka nejtë këtë shtis. Po shkupi me vizito, edhe i kishin pastan krejt ushtarët edhe komandanti që panadhim me djali i ri me shku për Shqipni, po na pja dhona armen këtë, edhe për veshën këtë djalin, e banit e rigjo djalit me staqenë për Shqipni se panadhime. I këna rrit me hallën, me vujtje, me staqenë për Shqipni, se panadhim me djali i ri. Kjo edhe ja ka njësë me kajtë, ka ha bo burri s'ka, ka ha hajde në shpe, aha, ja, në shpe nuk vej, të qëtë dhe shpina nuk ja këthej. Dhe të unë e kam e shku, thëtë me marë armen të eme në Shqipni, jo me ma marën, sot me ma dhanë armen, e kur bëdhe me thonë, kur kryet lufta me ma marë armen. Nuk du në ashtë, du me pas armen të eme. Edhe o shku, një muj ditë ka një të atje, një ditë për para djali, patë kontakt me mu, për një telefon, edhe më tha, në më kismet, nesër nisëm urat ditë natës. Edhe në aksham, unë disha që njësë në Sabah, në aksham e ngjyva lajmet në gjisë në tejtë, hajres për Kerica i vanë për lajmet. Edhe unë i thash burë, tash në me thash, Hafiri ka vra. Tha ju, tha kush po të thët ty. Thash unë për shah, thash edhe për di, thash që
Djali thash ka ra. Maj i vitit 1999, edhe një ofensive e gërushtarake e armikut serb. Sulmet vinë nga fshati Blinaj, qëllohen dhe bie në altarin e lirisë dëshmore të UÇK-s, Sokol Dauti. Dhe vesh uniforme në trim Sokol Dauti. Dhe Gjavit Kozhani dhe martirët Hasri Sadiku, Musli Bungu dhe Haki Ilazi. Rreth orës 9:30 mëngjesit, isha me një ushtar shpejtimi nga Vashesi, edhe deshtu me dalë me bo një veshgem. Mëse dollëm, në këtë vend, për shumë serbet vetëm këshin filluar të dalën për Blinajës. Mëse kanë filluar të dalën për Blinajës, edhe atëherë nuk kemi ditë nga shka me bo, edhe kemi filluar me ta që mu largu popli për këturit, më shma unë. Mëse kanë filluar popli e kanë pasë që ka po bëhat, edhe atëherë sa kanë qenë anena në pjesën tjetër, kanë filluar me ardhë populatat civile. Kur kanë filluar populatat civile me ardhë kënena, rrët Blinajës kanë kujtuar se është ma letë. Me ardhë kanë kujtuar se nuk janë të ardhë prej Shtimës ose prej Ceraleve sebe, po kanë ardhë prej Blinajës kanë dalë. Ka qenë edhe një ushtar duke për cilur kësajte, edhe ka qenë Gjavit Kozhani. Kurse nga civilt u vra Musli Bungu, Hasri Sadiku, e ma tutje ka posë edhe tjerë që janë vra ma poshtë në Varigavc, nga danë stepërën e tutje. Kanë ardhë ndim prej Pjetërsicës, tjera pika kanë qenë Ramadan Behluli, Naemi Ismaili, kryetari i komunës e Shtimës, ish ushtar i komandant i kompanisë, po edhe njësia speciale që ka qenë në veshgem e tutje në për Pjetërsicë, krajmer e tutje. Po ashtu kanë pas ushtarë dhe të pjesëve tjera dikur që quheshin në zonë operative në Redimes, në zonën operative të Redimes, njëri ndër ta ka qenë edhe Sokol Dauti, i cili është vrarë në ofanzivën e qershorit të 99-s. Dhe është normali që zborcasit të respektojnë dhe nderojnë dëshmorët, dhe duhet të nderojnë dëshmorët. Njëri nga ta ka qenë edhe Sokol Dauti, i cili ka vepru në zonën operative të Redimes, tërsa ka ra dëshmor në malet e zborcit. 33 orë pa të bëllë ushtë madhe këtu, edhe shkoj tani u shka përder pikat, Shukri Buja tani në kështë kryo ko marak me ta se konë luftëtari mira dhe e ka organizu luftën se konë nuk kam bajt 33 orë fronti për pas në kashara, ha? A vallaj, babë, në kam e shu bastina, ta na dëllëm refugjat. Në për kërësion, më të mos që vëzatetve që kurarke ka njëherë, i shka ndalën në zonë në Redimes me Shukriun, ka liftuar mëlla polce, kashare, Shtime, po në fundin në dëllëm që gratë. A i shka në ardhen kanë zbërës, pak me që shka që Shukriun nuk e di, edhe zënë ofenziva e fundit 27 majt, të i prim popullatës të që ka ranë pritë të shkolla Saralevës edhe ka ranë vjetë. Mua më ka të reguë në që granë ka ardhen njeri që këj kushërini i Adnanit një Azizë. Edhe tha, tu ka plagu djallë, thash jo. Jenë ka 2 tetorë me ta. Tha qërë, tha këti një orë, tha, këti u ke ikë, a i thash se, ojë nuk ka plagu, thash ka deka e kum kesh. Për zëtin kum kesh. E në qua tha më kanë qafë, që ata të varë, e jenarë për shkurtaj, jenarë pejtë të tuve në kam panë më lapëllës për djallin. Në 3 qershor, në 1999, kem pos një urën për komandës me orën me lemrua zem Kastratën, s'ka pos më shku në komandë me rrit në grada komanduse, luftës. Edhe jemi orë këtu kemi bisedu, e kemi pi një cigare për gjyst, dhe unë jëm nisë të për kjetë. Me shku, me kontrolu terenin ka i drezmarej me nej, dhe më shku në basë. A zemi unë shku kësoj rrugës të fushtë. Në momentin kur ora zemi këtu, unë jë shku diko një 100 metra ma nej, ka krisë një brashrije me frelizit.
Edhe në atë moment dhe këmë shkoqit armët në automatike. Në atë moment këmë zatet forca, befasi, edhe këmë sulmu fati zoti ka dosht, këmë shtinta. Gjatë sulmit, so këmë dejsa, jam shtrindë ma këmë zë pozicion, për fatë nem o një vijel i vojt, që më ronë në atë vijel. Tjetëri, polica ushtori forca sërbe, ka sulmu në muë, gjatë kohës të ishë në atu shtiu në forca sërbe, edhe më ka kopë dorën e gjohtu, e ka qitë kënej. Në atë moment, shkit, e në tërhjek. Janë kanë zonë më tërhjek, këmë një në gjuhën sërbe, tyne që shkanë folë, edhe e në gjithë shpatit për pjetë, më naltë është një vend, aty në taku njësia speciale junja, kër i ka një armë ka poshtë, edhe në taku me forca sërbe dhe overall besim sopa dëshmori kubit. Po ma lartë pektushit, azemin ju këmë afro ofër, e këmë qyrë, po ka një vdeku. Njën nga betejat e rëndësishme dhe të cilat me të vërtet ka qenë betej shumë e vështirë, por Shtrisë Gjymtare të Kosovës ka qenë beteja e Majit. Në atë betej, forcat serbe tashmë kishin hyrë në godancë dhe pjesa tjetër e Vlinajës ishte mbushur plot. Në shumë vise ta quajt të Kosovës tashmë niveli i intensiteti i luftimeve ishte pak më i ulët, ndërsa intensiteti më i madh ishte i fokusuar kryesisht drejt pikave të cilat qërin në shtabin e përgjithshëm të Shtrisë Gjymtare të Kosovës, drejt domethënë Divjakës dhe Kleçkës. Dhe një prej pikave strategjike ishte Zvorci, gjithsesi që ata tentonin përveç pjesëve nga Shala, pjesëve nga Javori, Terpeza, tentonin që edhe këtë pjesë domethënë ta përshkruajnë me qëllimin gjithmonë që t'i afrohen kësaj pike strategjike shtabit të përgjithshëm të Shtrisë Gjymtare të Kosovës. Luftimet maj kanë qenë shumë fuqishme. Mbaj mend sepse kanë qenë edhe pjesë vetë, domethënë aty në luftimeve. Gjatë gjithë ditës ta quaj, nga ora 11 kemë fillu, dhe deri në ora 8 mbrëmjes luftimet kanë qenë shumë vit afërt, frontale. 100-150 metra, domethënë kjo ka qenë një frontale, me një armat e mjot barabartë, mirë po me një përkushtim shumë të madh të ushtarëve. Aty ishin kompania, domethënë që drejtoja unë, e mbështetur nga njësitet e shtabit përgjithshëm, dhe posa që është njësit i Arbre që ishte një njësit special, dhe kuptohet që në këtë pozicion ishte dhe gjithmonë pika e ushtarëve të Zvorcit ta quaj që ishin aktiv, në vazhdimsi ishin. Po ne si kompani shkum në mbështetit në këtë rast të këtyre ushtarëve, dhe deri në mbrëmje kanë qenë luftimet shumë tashpa, me teknikë mirë po fol nga dishmërisë dhe këmbgurësisë ushtarëve. Të rimrisë tyre pozicionet e në mbrojtë. Dhe kanë vazhdu, pastaj me një tërhjekje ta quaj vetëm 300 metra mrapa, në konsolidimin e vijës, ne të pozicione kemi mbajt deri në fund luftës. Dhe mund të them se nga maj deri në qershor, gjithë kjo periudhë, ma shumë se një muaj, rreth një muaj e gjys, ka qenë një kohë kur ushtarët kanë flajt, apo thjesht kanë kaluar pjesën e pushimit, gjithmonë me ndrime në krismat e mjeteve të randën, të plumave, të pragave, të vazhdueshme gjatë gjithë natës, gjithmonë nga pjesa serbe që ishim në afërsi 150-200 metra kjo. Edhe në betejën e parë, domethënë që thamë, ishte Rushdi Saliu dëshmori parë që kishte rënë. Në rastin tjetër domethënë ne patëm gjithashtu disa dëshmorë që ranë, edhe disa viktima këtë rast civile, po ishin thjesht një produkt i një betejës të fuqishme. E rëndësishme e kësaj ishte se betejën këtë rast ishte fituar me prapë Shtrisë Gjymtare të Kosovës, lëvizja e forcave të serbe u paralizu, nuk ishte lëvizje të përpara, në këtë aspekt mendoj që ushtarët dhe pika e Zvorcit ishin një nga pikat më të rëndësishme, më strategjike, jo vetëm për batalionin ton të dytin, po ishte për brigadën që ishte komandova dhe ishte një nga pika strategjike edhe për mbrojtjen e shtabit përgjithshëm të Shtrisë Gjymtare të Kosovës.